Dalin pamjet. Jasi u vëdh për pak sekunda makina e çiftit Adri dhe Iliriana. Ajo që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit është një akt i shpejtë që ka lënë të gjithë pa fjalë. Çifti i njohur i showbizit ka njoftuar se ka rënë prej grabitjes. Përmes rrjeteve sociale, Adri ka konfirmuar se u është vjedhur vetura e tipit Audi A6. Ngjarja ka ndodhur në Zhelin, aty ku dyshja performonin në një aheng privat. Por si kanë vepruar autorët? Detajet vijnë nga kamerat e sigurisë. Sipas pamjeve filmike, gjithçka ka ndodhur saktësisht në orën 2:45. Në video dallohen qartë personat të cilët hapin dyert e mjetit dhe largohen me shpejtësi, duke përfituar nga errësira. Atyre për të realizuar veprimin ju duhen rreth 10 sekunda në tërësi. Rasti është raportuar menjëherë tek autoritetet përkatëse. Por Adri ka bërë një thirrje urgjente për qytetarët, veçanërisht ata në Maqedoninë e Veriut, që të jenë vigjilant. Çdo informacion nga banorët e zonës mund të jetë kyç për gjetjen e Audis. Nëse keni parë lëvizje të dyshimta në Zhelin apo keni informacione mbi mjetin, luteni të kontaktoni çiftin në rrjetet e tyre sociale. Shpërndajeni këtë video për të ndihmuar dhe bëni follow prej Libertas Pahiu.